Deputeti nga komuniteti egjiptian Veton Berisha mbrëmjen e dieshme ka folur në lidhje me pasurinë e tij milionçe, të cilën ka thënë se e ka të trashëguar pasi sipas tij ai ka lindur milioner. Unë kam lindur milioner, vi nga fshati Qyshk, jam nipi i Uk Salla Berishës, që njihet gjerësisht në atë zonë. Jetoj në një vend ku kemi rreth 5 hektar tokë me vlerë të konsiderueshme dhe unë nuk mund të ndryshoj këtë fakt. E kam deklaruar të gjithë pasurinë time në formularet zyrtar, tha Berisha në një intervistë. Ai gjithashtu përmendi se bashkëshortja e tij punon si ginekologe prej disa vitesh dhe se shumica e familjarëve të tij janë të punësuar jashtë vendit. Unë vetë punoj që nga viti 2008 dhe gjatë gjithë kësaj kohe është normale që kam bler banesë dhe gjëra të tjera, të gjitha i kam të deklaruara sipas rregullave ligjore, shtoi deputeti. Po çka ka deklaruar Veton Berisha në deklarimin e pasurisë të vitit 2021? Tek pasuria e paluajtshme, Berisha ka deklaruar 4 toka, shtëpi banimi e shtëpi të pabanuara, pishim publike, 2 banesa dhe një garazh. Asnjëra nga këto prona ai nuk i ka deklaruar në emër personal të tij, por disa në emër të prindit e disa të përbashkëta. Këto prona kapin vlerën në 1.052.990 euro. Tek pasuria e paluajtshme, ai ka deklaruar një vetur Mercedes E200 në vlerë prej 8.500 eurosh, të cilën ka thënë se e ka dhurat nga vëllai, ndërsa një vetur Golf 5 në vlerën prej 4.900 eurosh në pronësi të bashkëshortes, e të cilën ka thënë se e ka bler nga kursimet. Si para të gatshme, ai ka deklaruar vetëm 650 euro në pronësi të tij, ndërsa më shumë se 1.000 euro në pronësi të bashkëshortes. Ai gjithashtu ka deklaruar se ka kredi dhe borxhe afro 50.000 euro, deklarime këto të vitit 2021. Nga të dhënat e vitit 2021, Berisha ka thënë se nga Kuvendi i Kosovës kishte marrë pagë vjetore dhe mëditje afro 22.000 euro, ndërsa gruaja e tij ka marrë pagë nga QKUK 586 euro, që të dy ai dhe bashkëshortja kanë deklaruar 10% e trustit, të cilin e kanë marrë në vitin 2021, e që për të dy ka vlerën e rreth 3.200 euro. Berisha nuk ka qenë deputet në legjislaturën e kaluar, prandaj edhe nuk ka deklaruar pasurinë e tij në vitin 2025. Ai u rizgjodh deputet këtë legjislaturë më zgjedhjet e nënshkurtit.